Kanë mbetur disa ditë deri kur qytetarët e Kosovës do të kenë mundësi të zgjedhin kryetarin e komunës ku jetojnë dhe anëtarët e kuvendeve komunale, ndonse vën kritika, qytetarët e Kosovës do ta hedhin votin e tyre në zgjedhjet lokale të 12 tetorit, raporton Ekonomia Online. Ata shprehin se Kosovës i duhet dikush që mban raporte të mira me aleatët e saj ndërkombëtar. S'po duhet përmend më ata që e çojnë Kosovën përpara, e lëvizin domethënë nga Bashkimi Evropian, integrimin nga Bashkimi Evropian, edhe në miqësi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Jo në konfront, por në miqësi me ta. Domethënë se ne ata na kanë shliruar, ata kanë punuar për neve, domethënë na duhet me kon miqësi thellë me ta, edhe me Bashkimin Evropian. Kështu që mendoj që do të fitoj më mirë. Mendimi jam për Parim Rama, pse gara është shumë e ngushtë, kuptimin edhe kandidati PDP-s me vetëvendosjes, aleancë, është një garë shumë e ngushtë, po prapë besoj që për Parimi do të fitojë. Prishtinës i duhet një dorë e fortë. Mendoj që duhet me pas ndryshime, e ndryshime duhet me pas kryetar tjetër. Këtu pak koalicion nuk mundet me shkuar. Pavarësisht se cili do të jetë kryetar, po koalicioni duhet me kanë më mirë fillt se deri me tani. Që nuk punohet, sigur këta që s'kan punuar nuk është mirë me pas zgjedhje hiç. Zgjedhjet për ata janë zgjedhje çdo 4 vjeçare që mi dëshmua atina që dashnë me punue, mi ja dëshmua të vërtetën që s'ke punuën në kuadër as fshatit as qytetit. Kujtojmë se këto zgjedhje vijnë në një kohë kur institucionet qendrore janë përballur me sfida pas zgjedhjeve parlamentare të 9 shkurtit 2005, pasi parlamenti ende nuk është konstituar dhe nuk është formuar qeveria e re, ndërkohë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve po vazhdon përgatitjet teknike për mbarvajtjen e procesit zgjedhor që do të zhvillohet të dielën e 12 tetorit.